Kryeministri Edi Rama, duke folur për drejtësinë e re dhe standardet e Bashkimit Evropian, tha gjatë takimit me të rinjt socialist në Shkodër se thembra e akilit për shqiptarët ka qenë mungesa e barazisë përpara ligjet. Rama tha se për herë të parë ka një përpjekje për të patur barazi përpara ligjet. Duke ju drejtuar të rinjve, ai tha se deri dje kryeprokurori i SPAK, Altin Dumani, nuk njihej edhe pse ai ka 20 vjet prokuror, por drejtësia e re dhe rezultatet e saj e bën atë të njihej nga të gjithë. Aroma e lagështisë, jo nga shiu, po godinat e vjetra, muret e vjetra, ka një aromë si të lagësh të brendshme, që është tipike e godinave të amortizuara të shumë vite më parë. Është e pabesueshme se si në Shkodër është i vetmi qytet i Shqipërisë ku jo gjen shkolla të tilla, po ku të gjitha shkollat i gjetëm të tilla 2 vjet më parë. Është e pabesueshme. Ajo që ata i kanë bërë Shkodrës është diçka që me dashme e bë me kast nuk e bën dot aq keq. Nuk ja punon dot aq keq një qyteti dhe një komuniteti siç ja kanë punuar ata, që natyrisht nuk e kanë bërë me qëllim për t'ja bërë me të keq. Por ato shkolla për të gjithë prindrit, dhe këtu e kam me prindrit demokrat, çfarë duhet t'ju bëjnë më ata, se sa t'ju lënë fëmijët të baresin në për ato lloj shkollash, që prindrit demokrat gjithë pa përjashtim t'ja u kthejnë kurrizin dhe t'ju thonë për sa kohë ato lloj fytyrash do të na i ricikloni, do na i risillni prapë përpara që t'i votojmë në emër të Partisë Demokratike, të Aleancës Madhështore, të Kënetës Madhështore, harroni votën tonë se ne vetëm noc rrogun kemi për ju. Dhe du të bëj një përjashtim, ka vetëm një zonjë aty që nuk bën pjesë te kjo lloj për mua të pak. Ka vetëm një zonjë aty, për cilën unë kam respekt, se është gjë tjetër. Në atë listë, që është deputete aktuale. Të tjerët aty janë, nuk e di. Andej nga jugu thonë, birë Selmani nënës, këtë qaj më parë, da. Por, nëse ka një vend që demokratët, për të gjitha arsyet që thash, kanë dhe një arsye plus që t'ju bëjnë atë që s'thuhet mund kokë atyre që janë paraqitur si ofertë alternative e kësaj skuadrës tonë, është Shkodra. Janë bëmat e tyre në Shkodër dhe është kontrasti katastrofik mes Shkodrës që ishte deri sa erdhi Beneti në krye dhe Shkodrës që sot çdo ditë mber jetë. Ka shumë punë, ka jashtëzakonisht shumë punë, po merr jetë çdo ditë. Sot për herë të parë pash liçenin e lumin atje kur hyra në Shkodër nga e Majta. Se kisha pa ndonjëherë. E njëjta pamje ishte kur shkoi në Vlorë, edhe kishte një bezë të bardhë, ishte shkruajtur me dorë Welcome to Vlora, një lec atje e varur, edhe në fakt nuk ishte Welcome to Vlora me det, ishte Welcome në një rrugic me i karbusie që nuk kontrollohet nga pushteti politik. Por kjo mund të mbaroj. Kjo mund të kthehet mbrapsht një ditë. Sot jemi ne këtu, unë dhe ju, që jemi garant që kjo do t'jetë kështu. Ne kemi pushtetin, ne kemi bërë dorëzimin e shpatës së ndëshkimit që normalisht është nduart e drejtësisë, nuk është asnjëherë nduart e pushtetit politik në një demokraci, por që faktikisht shpata ishte ke zyra ime. Para se t'ishte
Tisha unë aty ishte të zyra ati që ishte para meje, para ati tjetët ishte deri në 1912. Nga qeverit e para, tek mbreti, tek diktatori, tek, shpata ishte aty, drejtësia ishte komplet nën urdhrat e pushtetit politik. Bënte punte veta kur nuk kishte lidhje me pushtetin politik, po të hynte pushtetit politik mes, drejtësia nuk bënte asgjë. Dhe ja u thosha dhe atyre dje, Altin Dumani për shembull, po t'ju them ai njihni, të gjithë e njihni. Po Altin Dumani nuk është 22 vjeç. Mund të ketë 20 vjet që është prokuror. E kishit dëgjuar përpara Altin Dumani? Jo. Kishit pa përpara ose dëgjuar që ndonjë ministër, ndonjë person me pushtet nga ata që shifen, hynë e dalin në televizor, të shkonte në prokurori, të jepte llogari, të shkonte në gjykat, të dënoj apo të arratisej. Kishit pa në njërën e to? Ja. As ju s'kishit pa, as prindrit tuaj nuk kishin par, as gjyshrit tuaj nuk kishin par, as gjyshrit e prindrëve tuaj nuk kishin par, që kur shkryuar shtetit shqiptar, ka pas vetëm njerëz të dënuar me urdhër nga i pari i qeverisë. Nuk ka pas kur njerëz të dënuar, flas figura profilet larta publike, nga një gjykat ose nga një prokuror i pavarur. Si ndodhi kjo? Ra nga qelli apo një ditë bukur u çua një grup prokurorësh edhe morën hov? Kjo ndodhi dhe kjo ndodh vetëm për një arsye. Gjithçka tjetër që thonë dhe thuhet është si muhabetet e kafeneve në Shqipëri që nuk ja gjen kur fundin. Kjo ndodhi dhe ndodh sepse ne, Partia Socialiste e Shqipërisë, vendosëm të hyjmë detit në këmbë edhe të bëjmë sprovën, të marrim përsipër sprovën më të egër që të pavarësojmë drejtësinë nga pushteti politik, do me thënë të dorëzojmë pushtet nga pushteti që ishte pjesë e pushtetit tonë dhe t'ja lëmë një trupe tjetër komplet që nuk ka lidhje fare me pushtetin tonë dhe njëkohësisht të ekspozohemi karshia asaj trupe sepse puna e asaj trupe është eksaktësisht që të bëj barazin para ligjit njësoj për gjithë. Vetëm kështu ndodhi. Dëgjoja një që thoshte e vërtet është ligjin, këta e bën, po kush e kërkoi? Se kush e kërkoi, nuk ka nevojë të diskutojmë shumë. Mjafton të kthehesh shumë brava dhe të shohësh kur ne ishim në opozit, të shohësh në 2007-ën, kur ne kemi kërkuar një pakt kombëtar. Ja kemi kërkuar Bufit Knetës, atëherë ishte kryeministër. Një pakt kombëtar për drejtësinë. Në 2009-ën, pastaj në 2013-ën e kemi pas në program, pastaj kur u bërë